A ka instrument ma të bukur se sa violina? Për ty Pleurat e di që s'ka, por besoj për të gjithë është mbretnesha, Është e vërtetë që është mbretnesha, veç për arsye që është shumë i vështirë mu lujt edhe duhesh gjithmonë me pasin kontroll. Nuk është thjesht. A është e vërtet Pleurat se më thanë që me dasht me mësu violinën duhesh me fillu, me urrit me violinën. Nuk mësot moshën 36 sa i ka më sot. E vërtet është. Është e vërtet, pra s'ka shpresë për mu. Jo, është e vështirë, nuk është problemi me lujt, sa është problemi me majt. Është shumë vështirë me majt si violinë. Do të thonë duhesh të urrit trupi, duhesh me mësu dhe trupin qysh me majt violinës, është tepër instrument i lodhshëm nëse s'din me mbajt mirë. Do të thonë do garitet ti mi majt një gotë ose një orë, çështë për shembull. Apo më lënë veç shkurt si me të prezentu në ty pak, se jeni mrekulli në studio, është për gjithë juve që po na ndëgjoni, s'po na shihni, jeni në radio, është Pleurat Doli, violinist kosovar nga Gjakova, aktiv në Filharmoninë e Kosovës, solist i vjeshtës në 4 stinët të Vivaldit. Pjesë e skena Juvenis, po. Diplomuar në Fakultetin e Arteve, pjesë e gjeneratës së re të violinistëve, ka performuar koncerte klasike dhe bashkëkohore me artistë ndërkombëtar. Pleurat? Doli me mësuesen, doli! Zakonshmja pyetje, si kur të gjithë, edhe imja, sha e kiti shkelzen dolin. Ti mas fori për të shka të kom ty. Tani dalim të unë. Shkelzen dolin e kom, babi ime ka djori agjës babit. Do më thonë, gjyshat kanë qenë djemë të agjës. Do më thonë, mas nej, për që di që e vuj gjithmonë që ma pysin njerës të është se dhe babi jam e ka shkelzen emnin, si shkelzeni. Puna është se këta kanë nejt bashk, do më thonë, gjyshat këtë kohës kanë nejt bashk, dhe sa ka një kohë ku Qamili, babi shkelzenit, ka shku në Elbasan, gjyshi këtu, edhe nuk kanë pas kontakt për shumë vite. Edhe gjyshi ja kalon babi ta me emnin shkelzen, Qamili ja kalon djallit vetë shkelzen, kur janë taku mas nejzës, kanë pas internet, e kanë kuptu që e kanë 2 shkelzen. Për shkak që babi jam është maj madh, babi e ka shkelzen, anë dokumenta shkelzen doli, violinisti e ka shkëlzen, për shkak se janë 2 një emër edhe një emër. Pleurat, i bie që jemi një gjak të gjithë. Po, edhe me ty, do më thonë, stërgjyshi jam, me stërgjyshin tonë, në konë djemë të agjës. Djemë të ty në babat të ty në vlazen, kështu që vetë që një pëmë, vetëm që jemi në degë, jenë hapë degët. Pra i bie që ti violinën e ke trashëgimi. E kam trashëgimi, po. Nga familja. Po, do më thonë... Ta është familja jote, ajo, e ngushta në shpe, a ka pas dikush? Jo, babi normal që ka pas kontakt me shkelzenin, edhe unë nuk e kom njoft shkelzenin kur kom hynë violin. Se ajo konë në fillimet e veta në Vjenë edhe studime, nuk është konë prezent në skenën atë kohë, kur kom hynë violin. Pamja, kur unë e shoh Pleuratin, tash me dalë prej kësaj anës familjare, po me fol vetëm për ty, pamja e martesave, sidomos to dverës që bohen ato ceremonit e fillimit kjo ceremonia në shkrimi kur e pranojnë një tjetrin. Është shumë e bukur kur ti je me violinë aty. Të pakten me gjitha videot që i kom pa, duket sikur me qenë diku në Toskanë, në një vend bukur, edhe po mdoket që shumica martesave tash e kanë Pleuratin për atë fillimin e ceremonisë martesës. Po, e vërtet, është unë fakt këtë spontanisht kom hyte kjo pjesë. Unë kom qenë, si me thonë, kom bo muzikë edhe në për dasma, me këngëtar, se është edhe kultura jona me njoft muzikën tonë, edhe ka fillu dikush me më ofru me shku, me më ofru edhe aja mas ne është bo familjarë. Ka raste që shkojnë për dasma që martohen 5 vlazën, për shemë, të 5 të më kanë thirë, mas ne më ka pa dikush tjetër edhe kjo mas ne është rritë. Kur je i mirë. Pa i na mundohemi me po punën mirë. Këto që a i performove i bone tash, i bie që janë të njëjtat që i bënë... është një sekuencë e vogël që e luajnë gjatë rastit kur pjesës apel. A shkon Pleurati vetë?
Po unë shkoj varet qysh thirrin edhe qysh janë të interesuar. Cili është formacioni ideal për me shku në martesë të dikujt pleurati? Të dikujt është mirë me shku gjithmonë si grup, për shembull një gitare, violin ose një piano, violin, po për shkak të dikush ka qef vetëm violin, edhe unë i kam të punune që shkoj domethënë komplet si zërime komplet se vetëm violina pa muzikë më pa është në atë rast është pak e butë, i duhet i duhet pak jetë. A ki ndonjë kujtim nga klasat me Sihana Badivukun që e mban si pikë these në ndërtimin tënë si interpretues? Po, normalisht Sihana është super profesoresh dhe super njeri, edhe çka më lidh shumë me Sihanën është që profesoresha e Sihanës është njëjta profesoresha e Shkelzenit. Do të thonë një profesoresh i ka nxjerr dy ikona. Do të thonë historia është, po ta tregoj shkurt, Sihana ka përfunduar studimet në konservator të Moskës me një njëjtën profesoresh, ajo masnej ka shku në Novi Sad për me në Pleqni, afër Pleqnisë për me jetu në Novi Sad, ku ka shku Shkelzeni edhe i ka raj i njëjti, do të thonë ajo të njëjtën shkollë e marrë edhe une pak a shumë të njëjtës shkollë që ke pas fatin, ke përformu edhe me emrat e njohur jashtë vendit pleurat. Po, kom përformu me disa violinista, për shembull, që i kom pas idol ku i kom këqyr në internet edhe... Arritet përgjësia kur del jashtë kufive dhe performon si përfatësues i vendit tënd? Patjetër që rritet. E kush janë emrat e njohur që ke përformu me ta? Tash s'm kujtohen shumë ashtu me thonë, po Maksim Vengerov është një violinistave matë legjend që është më ka ra me performun, ai ka qenë dirigent në atë periudhë, tash llogaritë çfarë përgjithësi është, ai është violinist, po edhe ka dirigjuar dhe unë jam kon pjesë e qasej. Po. A është ndryshe me performu në vendin tënd, ndryshe në një vend të huaj, apo skena është e njëjta? Unë mendoj që skena është e njëjta, dush me prezantu veten njëjtë në çdo kudo që shkon. Po jashtë që më ka ndodhur më shumë është që ata kanë dëshirë gjithmonë mas koncertit ose edhe në koncert me të pyet për muzikës tonë, domethënë muzikës juaj shqiptare me na lut. Edhe më ndodh shumë shpesh, na shkojmë shumë shpesh në Francë koncerte. Tash e kemi javën tjetër, kemi një koncert, edhe aty e kemi me patjetër përveç muzikës klasike me lut edhe disa këngë të aranzhuar shqip. Se ata i dojnë shumë edhe ju duket shumë interesant. Ritmi 7/8 që ata nuk i 9/8 që nuk i përdorin. Na i kemi Po më intereson diçka tjetër në lidhje me violinën. Po më pëlqen një pyetje që e kam bëu, nëse do të kishte zo edhe do të mund të fliste violina, çfarë do thoshte sipas teje? Violina është instrument shumë respektom kur lun me mu, respektom se është instrument që nuk ka as fusha, as vija si piano, është thjesht e shevet, është e zezë dhe ti dush me i ditë, dush me bisedu me violinën, është si zo. Ti çush e ke përdor ma shumë, çfarë melodi ke përqu ma shumë me violinë? Të dhëmshme, të gëzueshme, a ma shumë e ki përqu gëzimin apo dhimbjen me violinë? Se kjo e poshtër diti luaj të gjitha. Ka pas raste edhe dhimbjen, ku e më kona shta mërzitshëm ose ku kom lujt, po ty atë s'moj me i do. Sot për ne gëzimin apo dhimbjen me violinën do ta performosh? Ma shumë gëzimin. Ma shumë gëzimin, nuk sha do është me ndëgju dhe që është t'inglon dhimbja. Dhimbja? S'po t'i tash me lujt direkt. Kur dush? Kur dush sa t'jesh studio, se tani kur del. Tash po kuptoj, okej, po diçka po lujt dhimbshme që me pas një ide. Hajde. Gëzueshmja është dush me ditë me trajtu edhe nuk t'len kur keq. Po unë violinën kom qef me eksperimentu me shumë lloje zhanreve, domethënë përveç klasikës, çdo gjë që ma nin vesh i munduna me imitu ose me nxjerr. Për shembull,
muzikë skoceze ose Hajde, ti ndëgjojmë. Po provoj për momentin. Okej. Qërë si vesha që rapat. Kështu diçka, se po kom shumë vështirë me kontrollu me kufje. Po, është pak e vështirë, po kështu. Mirë, me violin. Ku mendon se mundesh me mri pleurat? Na të gjithë e dim deri ku mundemi me shku, ose i kemi ëndra tona ku dojmë me mri. Ku dën me shku me një violin, ku mendon një violinist me shku? Cila është pika ose ëndra jote? Ëndra ime është me lujt muzikë sot jam gjallë, me undëgju tingulli jam, edhe për aq sa njerëzit e dojnë edhe pëlqejnë mi thonë ma të mirën, për me shku, me ndërru, për me bo, po më ndoj legjend ose diçka, nuk e kum pas kur atë mendim, ashtu gjithmonë e kum jam shku mrena limiteve dhe mrena balancë, sa unë e muj me bo dhe sa unë e muj me përballu, se nëse e studion, nëse dënë më konë njëri shumë i madhë, ose dhe ka dhe përgjithësit më dhaja mrapa. Ja, bëjmë vish me ma mësu një rritën paktën, që na i herë me befasu dikon me thonë, po unë di violin, po s'pas në Po, hajde. Tap, hajde. Shek i gishtat, ka zënë kishtë. Tash, s'tu të një gisht. E parë. Po, të qatë. Të qyteli, s'tu të dyshe. Po vo dhe njëherë, që du më thonë dhe njëherë. Te dyta. Po, du më thonë këtu, heke dorën atje. Heke gishtin të. Jo, të lutem e dita nale vetën, maje vetën. Nuk mund të jeshe mirë në të gjitha këndët. Jo e dashur. Falni që adin ju shqetësova pak. Mënësi 2 nota, 3 nota i lujte. Për një me anë, 2-3 nota i lujta, mos bëna kur shoh plevra. Po ti i lujte. Jo, me lujt që ashtu lunë dhe Akili, mos bëna i gare. Po tash. Pleurat, hajde ti qetësojmë vesht pak, të ndëgjojmë në çka tjetër ke përgatit për neve. Edhe, para se me vazhdu, ku mundin me gjithë pleuratin ata që dojnë me pas në ceremonit e veta, se di që kanë mu fascinu me performancat tuja. Si gjithë në Instagram i kom pëmënoj shumicën e aktiviteteve që i postoj. Në Facebook postoj ma pak, për shkak që nuk jom shumë i Facebookut. Dhe besoj që në Instagram i gjejnë gjitha detajet që mujnë. Pleurat doli. Tash kisha lujt bareshën, masi e kanë edhe shumë njerëz qef. Okej. Edhe besoj që është ma internacionale si... Ubo, hajde, shkojmë. Tani dilte e ma të gëzushme, veç edhe 2 edhe u kry. S'është problem. Hajde.
kom shumë stirë me ngupës të veç Largoj kufjet, largoj. Ashtaj shkon ma mirë me i hec për shkak të kontrolës. Largoj. Sa bukur vleurat. Ti ke qenë edhe në për vende tjera në ceremoni të tjera. Unë sot kom ndjek në Instagram vleurat. Po mendoj jashtë vendit. Ke qenë në ceremoni? Po, kam qenë edhe. Jo vetëm në skena. Po, kam qenë edhe bashkë me ndryqimin. Po. Kemi performu atje. U konë super. Edhe kështu të më ka ra dhe vetë kështu më shku. Në cilat vende? Në Zvicër. Zvicër. Shumicën e rasteve në Zvicër. Zvicër, okej. Zvicër, po kom përvoja shumë të mira me Sa zgjat performanca jote? Normal? Performanca zgjat në bazë të kërkesave që i kanë, të më thonë qifti. Por ti mund të ofrosh program deri në sa kohë? Deri një orë gjys për afërsisht për atë sa bëhet, se mas ne është pjesa e dasmës, po raste konkrete kokteli që mohat jashtë apero ose gjatë darkës që kanë pauza gjatë hymjes qiftit ose gjatë prerjes tortës. Aty mas një ka preferenca të ndryshme, se dikush e prejnë tortën mrena, dikush e prejnë jashtë, dikush do në ambiente të ndryshme, po unë mendoj që jam full, çfarë do që kanë dëshirë, ose çfarë do lloj këngë, secili ka specifikat veta, ka këngë speciale që i dojnë, kështu që duhet me u marrë me secilin, po të gjithë janë, me të gjithë jam njëjtë edhe se. A ka gjenerata të reja se secilin profesionin tonë e dim, apo vinë për shembull moderator të ri, njerëz të interesuar për radio, a mendon që ka gjenerata të reja që po vinë të interesuar për violin? A ke pa? Po, ka, po mendoj që duhet me pas edhe më shumë se sa që ka. Ja vlen për ata tri që po na dëgjojnë? Absolutisht që ja vlen, sepse nuk është ideja vetëm te pjesa e dasmave, po mendoj si profesion të plot, është opera e Kosovës, është filharmonia e Kosovës, ka shumë projekte që mbahen tash po mbahen me orkestra, për shembull si përmendni emrin artistave që po bëjnë koncerte, besoj je informuar në shesh edhe kanë, domethënë po i bëjnë live me pra si profesion ja vlen. Orkestër, po se është shumë instrument që duhet edhe ka shumë nevojë. Se do llogarit ka edhe njerëz që po plaken edhe po e lojnë si unë, mas një pjesë e lodhe duhet më ardhi dikush tjetër. Po këtë punë e bojnë mas mirë ti pedagogët, mësues në përshkolla që i duhet me ju dhonë mbështetje edhe me i frymëzu studentat edhe nxënësat për me dashur instrumenti. Është instrument tepër i luhatshëm gjatë jetës. Pianon e mëson për 1 vjet, je në gjendje me performu, je në gjendje me marrë një koncert vogël ose para familjarëve violina është e pamundur. Kush tha ty me shku në violin? Mu nuk më tha kurkush, unë s'po ja jap emrin një qendre të vogël në Gjakov që ka majt shumë instrumente edhe ka pas piano, si hipermarket më thonë. Që thojnë të na hipermarket. Isha i vogël, unë edhe 9 vjeçë. I thojnë edhe super, edhe i thojnë edhe vetë si market. Tipi thu hiper, Unë hiper, di pse hiper, se si t'ishe karikat e piknikit jashtë është hipermarket, do më thonë ka edhe karika, ka edhe sanet piknikit, verand. Edhe unë sa herë shkojsha me shtëpis me ble, e shisha një violin të hapëne, edhe do më thonë, është i njëjta pamje sa herë e hapi violinën, është shumë delikate, ka tela, ka urë, ka mbajtëse, nuk është shablon, është shumë sensitive. Edhe gjithmonë e kum pa edhe nuk e disha mi thon babit blema se nuk e kuptojsha. Edhe ka vërejt babi 2-3 herë, as nuk më ka thonë me zor hen, as kur u bon më sa di unë Krishtlindjet ose viti i ri, që ta çojnë një paketë në shtëpi familja, ma pruni babi violinën. Edhe unë e morra direkt mira, tash këto fije të harkut janë beshtikalit, më thonë janë mikroskopikisht janë si pisha që shiko ato gjembat që e tërheq telin. Kjo duhet mu ly me një lloj kolofoni, është si dyll që e ngren telin. Edhe ajo e pa lyne, unë e morra me ra dhe nisa me kajt, tash e presht, ma biblet presht violine. A i më tha, jo, tha, duhet mi lys, se kum pa shkelzenin që e ka lys, se i ka ra babit mu taku ma herët e kështu. Edhe unë si e mora, gjyshi atëherë ka qenë gjallë, a i direkt filloj kong të Ymerizës, Yusuf Mezyrit, kong popullore me lujt, edhe unë e mas ati. Që aty e kom kuptu, edhe sa herë jam mërzit, të lujt violin, sa është e mërzitshme me lujt notat gjata, desa ta mësën,
sa të mërzitësha dilësha direkt me një kong popullore ose një kong në një filmit, edhe ajo më ka majt gjallë deri, sa jam plotësu si artist që ja kom kuptu vlerën. Se na duhet unë mendoj që se cili violinist duhet me zhvillu veshin edhe me anë tjera të muzike se e man të instrumentit, mba, nëse ti i lun një orë vetëm notat e len, s'ke bo kur gjo. Shumica a ke muzik tjetër që do ta mbëllësh bisedën sot edhe me një performancë? Kom lona është Indila Love Story, ajo është zakonisht. E mbyllim këtu bisedën me Pleuratin, me një mrekulli që e kishim studio, ju do të bëni të mirë nëse jeni tu e mendua ceremoninë e martesës me pas në fillim Pleuratin, po ju them për shkak se e kom pa vetë edhe se sa e bën ma madhështore atë ceremoni, por nëse jeni dashamirës të violinës, normal, se s'mundeni me pas Pleuratin, fillim e tani me kënu Muharrem Ametin Dasën, shkojmë. Kështu që me pas një farë zinxhiri, shkojmë me Pleurat doli. Po më pëlqen shumë anonimi, po thot, shana u ka rrit shia kulturore ta prap. Javën e kalume ish lujt kjo Carmina Burana që ishte, sot mësim i violinës studio, a jena në Austria, në Kosovë? Duhet më bodhe në Austri. Duhet, pse jo? Në fakt, na kemi shumë njerëz, ne kemi pas më duket vetëm një fazë ku kemi ndëgju çfarë do lloj muzike dhe po kthehemi sepse muzika jon ka pas shumë shije dhe talent. Që përmende ma herët, violine të gjitha kanë qenë në për familje me muzik live, grupe të ndryshme, kur gjusha tonë kanë qenë. Dhe sot edhe ashtu anonim, atje në Austri ka shqiptarë. Që mos me ngu muziken veç në radio, për më ardhë se kam filharmoni shumë koncerte tepër të mira gjatë vitit, gjatë sezonës edhe me... Shumica janë falas, do më thonë vetëm që duhet me hynë faqe, me i da dy edhe e bukur Pleurat se ka interesim, edhe të muzikës klasike, salat po mbushen. Që ka qenë, do më thonë, është full. Full ka qenë, po. Edhe t'i shmojt edhe një natë mirë kishë qenë se ka qenë super projekt tepër i madhë. Se ka qenë bashkim i filharmonisë, operës, baletit, se ka pas balet, kor, orkester, do më thonë,
Jo, po kemi shumë shqiptarë në përbot, është Flaka Goranci, është Ermonela Jaho, është... Kishte tash një koncert që kemi unë nuk... Invamula, pastaj... Kemi ky Ram Lahaj, janë shumë. Mirë, nuk jemi të rastishëm, dishta me thonë. Pleurati ishte shumë të naci që të pata në studio, shqyqyr që të kaftu ekipa pa editon, se kishin thonë ke propozu ilake, po vetëm të regun që Pleuratin sot e kemi në studio dhe u gëzova shumë. Të shkoft të mbarë. Suksese, të falja familje si bon shumë. E lumëtun unë, jam shumë e lumëtun me gjakun që kom. Faleminderit. Kthehem shumë shpejt, veç ta përqafi Pleuratin.